E kemi një pyetje tjetër dhe ka të bëjë me bidatin e mirë, thotë televizionistja në fjalë, pasi kam lexuar një shkrim që bidati mund të jetë i pranuar nëse është në përputhje të plot me sunetet e profetit, dhe në këtë shkrim përmenden disa dietar, thotë siç janë Imam Shafiu, ku në bazë të këtij shkrimi ata i kanë lejuar disa nga bidatet duke i cilësuar si bidate të mira. Cilat janë të vërtetat në këtë përgjigje? Vërtet që do të na jepni. Çështja e bidatit është, do thotë, në terminologji për ta kuptuar atë dhe për ta shtjelluar se çfarë është bidat apo çfarë nuk është, duhet ta kemi parasysh se në terminologjinë islame si është, do thotë, definimi i bidatit, apo si përcaktohet se një veprim është bidat, respektivisht nuk është bidat. Fillimisht ndoshta për shikuesit është mirë të sqarojmë se fjala bidat në gjuhën arabe, nëse përkthejmë në shqip, do thotë diçka e re, risi, do thotë diçka e cila nuk ka qenë më parë dhe tash është shpikur apo ka dalë diçka që nuk ka qenë më herët. Ky është, do thotë, sipas kuptimit gjuhësor. Kurse në terminologji, fjala bidat, do thotë në ligjin islam, ka disa definime, mirë po ato më të thjeshtat, ndër ato më të thjeshtat është definimi at-ta'abbud lillahi bima lam yashra'hu, që ta adhurosh Zotin, apo risi konsiderohet çdo veprim me anë të cilit njeriu, do thotë, e adhuron Zotin, e respektivisht ai veprim, do thotë, nuk është i përligjur as nga Allahu i Madhërisht e as nga Muhamedi, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Pra ky është definimi apo sqarimi i thjesht i domethënies së bidatit. Pra të bësh një veprim dhe të pretendosh se është nga feja, e ai veprim nuk e ka vërtetu as fjala e Allahut të Madhërisht, as atë veprim, do thotë, nuk e kanë vërtetu as Kurani famlart, as hadithet e pejgamberit, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Si shembull thjesht për ta kuptuar këtë mund ta marrim nëse themi neve dim që brenda ditës janë 5 kohë të namazit. Dhe nëse dikush thot se koha e namazit prej namazit, themi, do thot, po si shembull po e përmendim, thjesht do thot për të kuptuar, nëse dikush thot nëse prej sabahit dhe deri në namaz të drekës është një kohë mjaft e gjatë dhe ka mundësi të falet edhe një kohë e namazit dhe të përligj një kohë të re dhe thot, do thot, se ekzistojnë 6 kohë të namazit dhe për, po themi, kushtimisht në ora 10, do thotë mëngjesit, thirrët ezanit, të bohen njerëzit në xhami, e kështu në një fjalë të shpiket një namaz i ri, pra ky është bidat dhe është e refuzuar nga ana e jurisprudencës islame përgjithsisht. Apo mund ta marrim një shembull më tjetër, nëse njeriu për shembull zgjohet në namaz të sabahut, do thot me tër atë mundin që e sakrifikon, do thot, për mu ngrit dhe me marr abdes me fal namazin, dhe thot derisa jam zgjuar, në vend që ti fali 4 rekate, 2 farz dhe 2 sunet, do thot, namazit sabahut, po i fali 4 farz. Derisa jam çu, s'pi fali 2, po pi fali 4, për arsye se nuk ka të keqe nëse njëri falet sa më shumë, dhe derisa jam çu, do thot, po i fali 4 rekate. Çfarë i themi neve këtij? Se kjo nuk është e lejuar. Edhe nëse thot ai supozon se unë mendimin apo qëllimi im është i mirë dhe do thot që të shtoj namazin, neve i themi se ky veprim është në kundërshti me atë që ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që namazi sabahut farzi duhet falet vetëm 2 rekate, e asesi të shtohet apo të mangësohet kjo. Dhe kështu me radhë kemi shembuj të ndryshëm. Mund themi pak një shembull tjetër në ezanin, për shembull, fjalët janë të njohura, caktuara dhe dihen cilat i ka përligj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të këndohen gjatë thirrjes së ezanit. Nëse dikush vjen dhe thotë do ta shtoj edhe një fjali ezanit apo ta hjek një fjali e kështu me radhë, edhe kjo është refuzuar për arsye se është shpikje, është risi, është domosdoshmë një shtim në fe të cilën e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, se kush shpik në çështjen tonë diçka të re që nuk ka qenë prej asaj, ajo është e refuzuar, do thot nuk i pranohet. Pra ky është definimi i bidatit nga vështrimi islam. Varësisht edhe nga ky vështrim duhet ta kuptojmë edhe çështjen se a ka bidat të mirë
apo nuk ka bidat të mirë. Pra faktin se disa prej njerëzve kur flasin për bidatin, nga definimi jo i drejt i bidatit, mendojnë se në risi, do thot, hyn edhe çështjet që kanë bojnë, do thot, me jetën përgjithësi, sikurse zbulimet e reja shkencore apo forma e jetesës e cila tani do thot ka, do thot, përparim të jashtëzakonshëm. Në të kaluarën njerëzit kanë jetuar, do thot, nëpër tenda, nëpër vende shumë thjeshta, tani do thot jetojnë nëpër pallate e kështu me radhë. Këto risi nuk janë për qëllim, do thot, në jurisprudencën islame. Pra risia e cila është e refuzuar dhe e cila nuk pranohet janë risit në fe. Risit apo veprimet me të cilat njerëzit tentojnë apo supozojnë se dëshirojnë me adhuru Allahun e Madhreshëm, e ato veprime nuk kanë qenë, do thotë, të shpallura nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është e domosdoshme të dallohet, se në Islam ka dallim ndërmjet risive të zakonshme, do thotë, të përditshmërisë apo të jetës së kësaj bote dhe risive të cilat kanë të bëjnë, do thotë, me praktikën islame apo me veprimet të adhurimit. Dhe kjo është ajo që është e refuzuar. Nëse bëjmë këtë dallim, atëherë kuptojmë, do thotë, detajisht se çfarë është risia nga këndvështrimi islam. Kurse ajo se disa prej ulemave e kanë ndarë, do thotë, bidatin në bidat të mirë dhe bidat të keq, kjo është e vërtetë se ka disa prej ulemave që kanë folë, do thotë, nga ky këndvështrim, dhe edhe vet Imam Shafiu në disa citate të tija nënkuptohet se e ndan bidatin në bidat të pranuar dhe bidat të refuzuar. Kështu do thotë e quan, por sqarimet e tij japin të kuptojnë se qëllimi i tij me bidat, do thotë, të pranuar nuk e ka për qëllim që të shpikët diçka e re, do thot, në fe. Mirë, po qëllimi i tij, ashtu siç e sqaron ai më tej, do thot, kur flet, do thot, për qëllimin e tij me bidat të pranuar, thot kur njeriu, do thot, apo një shoqëri muslimane e shpërfillin një traditë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një sunet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe vjen një musliman apo vjen një dietar musliman apo një praktikues musliman dhe atë risi, atë sunet, do thot, të lënë pasdore, e ringjall, këtë e quan, do thot, bidat të mirë apo bidat të pranuar. Do thot këtë ringjallje të sunetit, këtë ringjallje e cila, do thot, më herët, do thot, ka qenë e vdekur apo e lënë pasdore. Ky është qëllimi i Imam Shafiut edhe disa prej ulemave me klasifikimin e bidatit në bidat mirë. Pastaj gjithashtu disa prej ulemave kur flasin për klasifikimet e bidateve, mbas edhe i ndajnë në më shumë se 2 kategori, ka prej tyre që i ndajnë në 5 kategori, do thot, bidatet, e shohim se qëllimi i tyre apo shkaku i ndarjes që e bëjnë ata të bidatit është për faktin se tek ata ka ndryshuar, do thot, perceptimi dhe definimi i bidatit. Prandaj ata edhe disa veprime të cilat në fakt nuk kanë të bëjnë, do thot, me adhurimet islamit, i kanë futur, do thot, në bidate. Sikurse mund ta përmendëm shembullin e tubimit të Kuranit në kohën e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Neve e dim të gjithë se Kurani, kur ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Kurani nuk ka qenë në një libër, në një mushaf. Ka qenë, do thot, i shpërndar në për fleta të ndryshme, në për gur, në për lkura të deveve, ashtu ka qenë i shkruar dhe i shkapërderur jo në një vend. Dhe kur gjithashtu ka qenë i shënuar edhe në zemrat e muslimanëve në atë kohë. Dhe kur vjen koha e Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, dhe musliman përhapet shteti islam dhe hyn në islam shumë shoqëri dhe njerëz, e shohin, do thot, domosdoshmërinë e tubimit të Kuranit në një vend. Dhe e inicion Ebu Bekri këtë dhe Kurani tubohet në një libër, në një mushaf, kështu që të gjitha ajetet dhe suret, do thot, mblidhen në një vend. Dhe këtë disa prej ulemave e kanë quajtur bidat. Mirë, po nga vështrimi shariatik, ky veprim nuk konsiderohet bidat i refuzum, apo nuk është bidat i cili, do thot, të cilën e ka ndaluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën e ceka pak më herët, se kush shton diçka në këtë fe që nuk është prej saj, ka bërë, do thot, ajo është e refuzuar për të. Për arsye se kjo nuk është adhurim. Kjo është, do thot, vetëm mbledhje e atij libri të fjalëve të Allahut të Madhërisëm në një vend.
ky është veprimi i cili ka ndodhur. Apo veprime të ngjashme të cilat kanë ndodhur, pastaj kopjimi i këtij mushafi në disa libra të tjerë e kështu me radhë, ka ndodhur disa veprime të cilat disa prej muslimanëve i kanë quajtur bidate. Mirë, po në fakt ato nuk janë bidate në kuptimin sheriatik, do thotë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu edhe ka tërheq vërejtjen në hadithe të shumta. Prandaj ky dallim ka shkaktuar edhe disa prej ulemave ti ndajnë, do thotë, dhe ti klasifikojnë bidatet në disa lloje apo në dy lloje, në ato të pranuara dhe në ato të refuzuara. Mirë, po në pranuara nuk e kanë për qëllim që njeriu të shpik ndonjë adhurim të ri, ndonjë praktik të ri, asesi. Por qëllimi i tyre është, do thotë, adhurim, do thotë veprime të cilat më vonë muslimanët i kanë praktikuar që janë nënshtruar rrethanave të kohës, e asesi, do thotë, një veprim i cili i është shtu fesë Allahut të Madhërisëm, për faktin se vetë edhe e përmenda ajetin pak më herët ku Allahu i Madhërisëm para se me vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka sqaruar se kjo fe, dispozitat, rregullat, çështjet, adhurimet me anë të cilat njeriu i afrohet Zotit të Madhërisëm, të gjitha këto janë të sqaruara nga Allahu i Madhërisëm dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këto nuk kanë nevojë për shtesë, nuk kanë nevojë për plotësim, nuk kanë nevojë, do thotë, as për mangësim, por kjo duhet të mirret ashtu komplet si Allahu i Madhërisëm e ka para po, si thot Allahu i plotfuqishëm në këtë ajet, el-yawma akmaltu lakum dinakum, sot e përsosa unë fen e juaj. Do thot u përsosa ajo, nuk ka nevojë më për shtim. Do thot adhurimet, dispozitat janë të plota dhe nuk kemi nevojë, do thot, që neve të shtojmë diçka. Zoti e di më së miri. Po Allah ju